أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndërimi dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat, selamet qofshin bi pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, bi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me kapitullin e radhës prej librit Al-Adabul Mufrad të imamit të muslimanëve Imam Buhariut rahimahullahu ta'ala. Babu man ala jaratayn aw wahida. Kaptin ai që kujdeset për dy vajzat e tij ose për njërin. Nga Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu thot se kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Men kana lahu thalathu banatin wa sabara alayhin wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban min an-nar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush I ka 3 vajza, ban sabër me to, I veshmbath ato prej pasurisë së tij, ato do të jenë mburoj prej zjarrit të xhehenemit. Që kanë thonë dietarët në shpjegim të këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka në këtë transmetime kush I ka 2 vajza ose kush I ka 3 vajza. Fihi تأكيد حق البنات. Në këtë hadith kemi vërtetimin e hakit dhe të drejtave dhe obligimeve ndaj vajzave. Lima fihinna min ad-da'f ghaliban an al-qiyam bi masalih anfusihinna bi khilaf adh-dhukur. Kjo kështu për shkak dobësisë në përgjithësi që e kanë vajzat në realizimin e nevojave të tyre, e kjo nuk është njëjtë edhe te burr, te djemt. Lima fihim min al-quwwati wal-jazalati ar-ra'yi wa imkan at-tasarrufi fi al-umur al-muhtaj ilayha. Për shkak se djemt e kanë kapacitetin, e kanë fuqinë të realizimit të nevojave të tyre, të cilat kanë nevojë ato në këtë dunjë, këtë ka përmend Ibn Hajeri në Fathul Bari. Pra kujdeset për vajzat e tij. Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an thot: Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, shpëtojeni veten dhe familjen tuaj prej zjarrit të xhehenemit. Në këtë ajet janë përmend familja, bashkëshortja edhe fëmijët, djem dhe vajza. E këtu në hadith janë përmend vajzat për shkakut, arsyes që kanë përmend dietarët për shkak se ato janë më të dobta. Përndryshe, prindi duhet të kujdeset edhe për djemt, edhe për vajzat e tij. Mirë, ka ardhur vlera e madhe në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në hadithet në këtë kaptin dhe kaptinat që vinë më radh, për atë I cili ka vajza, kujdeset për ta, bën sabër, I ushqen I veshmbath, derisa ato të arrijnë moshën madhore apo të përcillen te burri I tyre, ato do të jenë perde, mburoj mes xhehenemit, zjarrit dhe prindërve të tyre. Wa sabara alayhin, dhe bën sabër, bën durim. Wa kasahun, dhe I veshmbath ato, I mbulon ato prej pasurisë që e ka prindi. Ka ardhur në hadith tjetër të vërtet, bën sabër, I ushqen, u jep me pi, I veshmbath,
prej pasurisë së tij. Pra, bën durim në kujdesje për fëmijët e vet, në edukimin e tyre, për ushqimin e tyre, e për ushqimin, hajen, pijen, veshmbathjen, do të bëjë durim në punët që i ka prej kësaj dhunjaje për të arritur te pasuria me cilën do të kujdeset për fëmijët e vet. Po para kësajna, e cila është shumë e rëndësishme, para kësajna është mundi që duhet ta jep prindi, sabri, durimin që duhet ta ketë prindi në edukimin e fëmijëve. E posaçërisht, që shkardë dhe në hadith, e posaçërisht në edukimin e vajzave. Për shkak vlerës së madhe që e merr prindi në qoftë se ka sukses në edukimin e vajzave, dhe për shkak e rrezikut të madh në qoftë se dështon në edukimin e vajzave për gjeneratat e ardhshme. Për shkak se nesër ajo vajzë do të bëhet nan, do të bëhet bashkëshorte dikujna, do të bëhet nan e dikujna, dhe do të ketë obligime kërshi bashkëshortit edhe kërshi fëmijëve të vet. E në qoftë se dështon prindi në edukimin e vajzës, pastaj ka dështuar në të ardhmen për komplet gjeneratën. Puna kryesore që duhet ta bën prindi në edukimin e vajzës është që të mundohet që vajzës së tij t'i harruan natyrshmërinë të cilën e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Të mundohet që vajzës me harrojt natyrshmërinë e të qenurit vajzë. Për shkak se ka shumë faktorë sot prej luftës së madhe që i bëhet krijesës vajzë grua për ta nxjerrë prej natyrshmërisë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. E që vjen me një situatë, nuk e din njeriu a është martu me një grua, a është martu me një burr. Për shkak se gjinin e ka femërore, kurse karakterin e ka burror. Nuk din a është u fol me bashkëshortën e vet, a është u fol me komandantin e vet. Dhe krejt kjo bëhet për shkak luftës së madhe që bëhet për ta nxjerrë vajzën prej natyrshmërisë së vet, për t'ia humbë turpin, për t'ia humbë tiparët femërore që i ka një vajzë, duke i mbjellë të ato tipare burrore, dhe nga ana tjetër neglizhimi i prindërve në kujdesjen për vajzat e tyre. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Edhe pse na mendojmë ndonjëherë që në qoftë se i vendojmë disa kufi në edukimin e fëmijëve tonë, pasërisht të vajzave, kanë me ngel mas të prapambetëra vajzat tona, që nuk është e vërtet. Do t'jesin vajza, do t'jesin gjini femërore, edhe në gjini, edhe në karakter, edhe në natyrshmëri që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe nuk do t'dalin vajza gra me gjini femërore, me tipare burrore. Kur flet si burr, kur drejtohet si me qenë burr, jo si me qenë vajzë, si me qenë grua. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Për të realizuar sot kjo, duhet sabër i madh. Duhet sabër i madh. Për shkak se ka shumë faktorë të cilët ndikojnë në familjet tona që të prishet ky realitet, ky natyrshmëri e fëmijëve tanë. Që të prishet ky natyrshmëri tek fëmijët tanë. Dhe një prej faktorëve më të rëndësishëm që duhet të bëhet shumë sabër në këtë pikë, i cili është një faktor shumë i rëndësishëm, mos tham kryesori, që sot i humb vajzave tona natyrshmërinë që ka krijuar Allahu si gra, si femra, është mos kujdesi i nënave në raport me burrat e tyre. Mos kujdesi i nënave në raport me burrat e tyre. Rritet vajza me një ambient ku e shef nanën domaçin të shtëpisë, jo baba. Rritet me një ambient vajza ku nana është bizotron në shtëpi, ku nana e ka kuletën, ku nana e ka fjalën përfundimtare në shtëpi, ku nana është ajo që ka fol, burri vetëm dëgjon, merr urna. Kjo është faktori kryesor, prej kryesorëve
që ndikon që vajzat me marrë kësi tipare pastaj. Që vajzat me marrë kësi tipare pastaj. E kur qënë të buri, i bëhet komandant të burit. Do në mu bë komandant në shtëpi, edhe pse dikush aty ka jetue 20, 30, 50 vjetë. Do në mu bë kjo që shtot. Dhe kësi lloj probleme sot kemi në familjet tona. Vjen nusja me përvoj në atë shtëpi 2 muj, 3 muj, 5 muj, 1 vjet, 2 vjet, do krejt shtëpia me ju nështru qefit asajna. Pse kjo kështune? Për shkak se të shtëpia e babës, kështu ka qenë gjendja me nanën e vetë, në përgjithësi. Do në krejt shtëpia me nështru që shtot nusja. Edhe vjera e shkrejt, edhe baba i shkrejt, edhe buri i shkrejt, hajt për hatër djalit, kanë me bësabër, kanë me mshelgojën, kanë me ullë kryën, kanë me bëkë shës për shofit, kanë me bëkë shës fonin. Me një vakt, nanat vjerat kanë qenë nuse treja, e vjerat i kanë thonë, trusni ju se ju një treja nuk dini, tash janë bot vjetra, i thoi nusët trusni se ju një vjetra nuk dini. Nas një gjendja ta s'kan ditë, jo ta kanë ditë shumë mirë. Ama për shkak neglizhimit në edukimin e vajzave tona, sot dalin kësi probleme në familjet tona. Sot dalin kësi probleme për familjet tona, që është bot tabiat, është bot natyrshmërim, se ka dalë për të qendrit femër, vajz, me ardhmarrë, me fol, me u skuq. Pak sot ka vajza që skuqen. Pak sot ka vajza që skuqen. Që skuqen, unë i kryin edhe nuk ju vjen marrë me që kryin për pjetë. Pak ka, për shkak se faktor të ndryshëm kanë ndikue me ja hub këtë natyrshmëri që ka kriju Allah subhanahu wa taala, kurse Allah ka kriju vajzën vajz dhe djalin djal. Me bo sabër, me bo durim. E kjo është një periudhë kohore. Pastaj një jetë të tërë e gëzon këtë sabër që kemi për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe shpërblimi i kësajna, jashta se në këtë botë, shpërblimi i kësajna është edhe në botën tjetër që bëhen pengesë prej zjarmit të xhenemit. Kjo pikë shumë e rëndësishme. Pika tjetër edhe shumë e rëndësishme. Mos turprohet dikush pse ka vajzë, s'ka djem. Që shka qenë kjo periudhë në periudhën e xahiljetit. Në periudhën e xahiljetit, kush ka pas vajza, i ka ardhur marrë, me ka du që i ka vajzë. Transmetohet që një person i ka pas 9 djem. Dhe i 10 i ka lind vajzë. Edhe u ka mërzit shumë. Shumë u ka mërzit. Edhe ja kalon emrin Yawmul Aswad. Dita e zezë. Dita e zezë për mua. Rritën, fëmija rritën, martohën, se që në punë të veta, ky prindi e humb shikimin në pleqni. Djemt nuk kujdesen për ta. Nuk i intereson kërkujt për prindin. Merr vesh vajza në shtëpinë e burrit të saj, merr vesh se baba ka ardhur në kësi gjendje. Shkon edhe e viziton babën. Fillon kujdeset për prindin, ja ban ushqimin, ai verbër nuk shef, ja ban ushqimin, kujdeset për ta, ja pastron shtëpinë, ja pastron petkat, edhe i thot, kush je ti se s'po të njoh? Thot, unë jam dita jote e zezë. Thot, unë jam dita jote e zezë. Se kështu e kalon emrin. Ka thonë, si këtë këshin qenë ato ditë tjera të zeza e jotja e bardhë. Vajza është vajzë. Djali është djali. Djali din me harruë. Ama vajza nuk harron. Dhe për kësha ka ardhë sabrin e ta. Një periudhë kohore në këtë dunja, pastaj e shef bereqetin të njëta. Pas vdekjes, ban penges prej zjarmit të xhehenemit. Ban sabrin e ta, u jep me hangër edhe me pije edhe veshmbathje, kunne lehu hijaben minan nar. Ato bëhen pengesë prej zjarmit të xhehenemit.
Ka në hadith tjetër të saktë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ka marrë kapitull të tjera, men kunna lahu thalathu banatin aw thalathu akhawatin fattaqallaha wa aqama alayhinna kana may fil janna hakadha wa awama bis sababati wal wusta. Ka thonë, kush i ka 3 vajza ose i ka 3 motra, ka frikë Allahun në raport me to, kujdeset për to, do t'jetë me mua kështu në xhennet. Kështu në xhennet. Dikush s'ka vajza, ka motra, mos e humb shansën. A që me thonë kështu me qenë për nësa në xhennet, shumë për e marrë. A shansa mundu të marri. Me bu durim, me bu sabër, me pas frikë Allah, me jetu jetën me këtë edukat që jemi duke mësu na prej librave të haditheve edhe ajeteve kuranore nga Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në raport me njerëzit, me familjen, me njerëzit të cilët na rrethojnë neve. Me bu sabër, me pas frikë Allah në raport me ta, mu kujdes për to, i jemi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu në xhennet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa dakhalatahu al-janna. Nga Ibn Abbas, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë, kush i ka 2 vajza, nuk ka ndonjë musliman i cili i ka 2 vajza, fayuhsinu suhbatahuma, dhe e ka jetën e mirë me to, illa adkhalatahu al-janna, vetëm se këto 2 vajzat kanë me shtin xhennet. Kanë më bosh shkaktar që prindi me hy në xhennet. Ai i cili ka 2 vajza, edhe e ka jetën e mirë me to, kjo është shumë e rëndësishme. E ka jetën e mirë me to. Thot Imam Sindi në shpjegimin e Sunenit të Ibn Majahs, tudriku lahu ibnatani. Kush i ka 2 vajza, innama qayyada bidhalika lianna albinta taghfalu an al-abi ba'da al-bulugh, farubbama tuaddi al-karahatu ila su'i al-muamala, fabayyana anna husna al-muamalati a'zamu ajra. Shërat të hadithi i parë tha, kush i ka 2 vajza, kush i ka 3 vajza, i ushqen ato, u jep me hangë me pi, i vesh mbath ato, prej pasurisë e ti, ato të qenë pengesë prej zjarmit të xhenemit. Këtu ka thonë, nuk ka ndonjë musliman i cili ka 2 vajza dhe jeton jetën e mirë me to. Jeta e mirë me to çka është? Raporti i mirë me to. Ndërton raport të shëndosh të mirë me vajzat e tij. Thotë Imam Sindi, Allahu xhalla xhelaluhu e ka kushtëzu këtu, e ka lidh këtu, për shkak se ka shumë raste ku vajzat, pasi që të futën moshën madhore, mundën me qenë neglijent karshi babës. Neglijent karshi babës. Bëhet me nanën, babën dyqysh nuk e përfil, dyqysh e haram. Thot, farubbama tuaddi al-karahatu ila su'il muamala. Derisa ka mundësi urrejtja apo mendimi i keq për babën me e bën që vajzën e pas raport keq me prind me babën e saj. Dhe shpjegon Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se raporti i mirë është me shpërblim më të lartë. Ço do të thonë, para se mu fut vajza në moshën madhore me ndërtu raport të shëndosh. E raporti i shëndosh është me e dit prindi obligimin e ti ndaj familjes, me e dit prindi obligimin e ti ndaj gruas, ndaj djalit, ndaj vajzës ose djalit ose djembe. Dhe të krijon raport të shëndosh, duke urdhëruar të mirë, duke i ndaluar nga e keqja, edhe duke i ruajt nga faktorët e jashtëm të cilët mundohen për anës qafirave me e prish familjen e një muslimane. Fa yuhsinu suhbatahuma, pra e ka një shoqëri të mirë me vajzat e tij, me vajzën e tij, thot ato do ta fusin në xhennet. Ai muddati suhbatihima lahu, kaunhuma fi iyalihi wa rafaqatihi. Pra përderisa vajzat janë nën
nën çatin apo nën mbulojen e prindit, nën udhëheqjen, kujdesin e prindit. Pra, ndërtojnë raport të mirë, thot ato vajza do të jenë shkaktare që me fut prindin ose prindrit në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man kana lahu thalathu banatin", kush i ka 3 vajza, kujdeset për to, u mjafton atyre për nevojat që ata i kanë, i mëshiron ato, faqad wajabat lahu al-janna. Albatta. Thot, ati i takon xhenneti. Patjetër. Faqala rajulun min ba'd al-qawm. Thot dikush, 3 njerëzve. Wa thintejni, e kush i ka 2 vajza Rasulullah? Qala Rasulullah, qal wa thintejni. Edhe kush i ka 2 vajza. Kush i ka 3 vajza, kujdeset për ta. Yu'ihin. Yadhummuhun ilayhi fi manzilihi wa yahutuhun bir-ri'aya. I mban shtëpinë e tij dhe kujdeset për to. Dhe u mjafton atyre për nevojat që ata i kanë. U mjafton. Për haje, për pije, për veshmbathje, edhe për gjanat që kanë nevojë vajzat në jetën e tyre. Wa yarhamuhun, dhe i mëshiron ata. Pse i mëshiru vajzat? Djemt jo. Të i mëshiru edhe djemt, edhe vajzat. Po vajzat në të shmërien më të mëshirshme. Dhe vetë e nxjerrin edhe mos me dash prindi me i mëshirue, ta nxjerrin mëshira. Për shkak se ashtu ka kriju Allah subhanahu wa taala. E pejgamberi thot e përmendu, thot edhe i mëshirojnë ata. I mëshirojnë ata. Thot faqad wajabat lahu al-jannatu albatta. Ati i takon xhenneti në mënyrë të prerë. Wa fi al-hadithi fadlu i'alati bintayn aw akthar wa sabr ala ma yalhaquha min al-'ana' wal-mutaba'a wal-kasra wal-munafaqa wal-ijal wa nahu dhalika. Thot në këtë hadith kemi vlerën e atij i cili kujdeset për vajzat e tij 2 ose më tepër, për durimin që ai e bën, për vështirësitë me të cilat ai ballafaqohet në edukimin e tyre, në veshmbathje, në investim, në shpenzim, në pasuri, në mjekimin e tyre dhe kështu me radhë. Wa fihi al-muwasatu liman yubtala bil banati duna adh-dhukur. Dhe këtu e kemi një farë ngushëllimi nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ata të cilët sprovohen të kenë vetëm vajza, nuk kanë djem. Dikush ka veç vajza, s'ka djem. Dhe ka qef me pas djalë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto hadithe e ngushëllon dhe jep vlerën që e kanë vajzat dhe edukimi i tyre. Dikush tha, ja Rasulullah, po për 2 vajza, dikush si ka 3, ka 2 vajza, tha edhe për 2 vajza, edhe për 2 vajza. Babu men ala 3 akhawatin, kaptin ai cili kujdeset për 3 motrat e tij. Nga Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk ndodh që dikush t'i ketë 3 vajza apo 3 motra, fa yuhsinu ilayhinna, dhe ju ban mirë atyre, kujdeset për to, illa dakhala al-janna, vetëm se do të futet në xhennet. Qëra, kaptina, kush kujdeset për motrat. Dhe me pas shumë kujdes. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në këto hadithe që i përmenda, apo kujdeset për motrat derisa të fushën motrën madhore ose derisa të përcillen te burrat e tyre. Edhe këtu a mbaron puna. Për fat keq, te pjesa dërmuese e jon, këtu mbaron puna. Edhe te vajzat, edhe te motrat, mirë po te motrat është më e vërtetuar. Mirë po te motrat është më e vërtetuar. Sa në moment që të përcillet motra për te burri, ato s'os më veti për ta. A është mirë, as është mirë. A ka, as ka. A kujdeset burri, as kujdeset për burri. Disi i harojnë motrat. A para mendo,
Pejgamberi sa çfarë vlerë ka dhënë motrave këto. Bëhen shkaktar ti me hin xhennet, e ki parasysh ose ki parasysh ti? Bëhet shkaktar motra jote ti me hin xhennet. Ndaj diçka të tillë, ha do të më qeni pa kujdesshëm. Ja bën asesi. Po ta kush ka vajza dhe motra. Mos ta humbim kontrollin ndaj fëmijëve tonë të lëm anësh motrat tona. Ndaj vajzave tona të lëm anësh motrat tona. Vlerë e madhe ka ardhur në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa yuhsinu ilayhin illa dakhala al-janna. Pra, ju ban mirë atyre, vajzave ose motrave, çka do të thonë fi at-tarbiya wal-ma'kali wal-mashrabi wal-kiswati wal-ilaji wa nahwi dhalik. Ju ban mirë në tarbije. Ju ban mirë në tarbije. Me eduku ata për ta njoftë Allahun, për ta njoftë pejgamberin sa stem, për ta njoftë fenë e Allahut xhelal. Për t'ia urujt natyrshmërinë që ka kriju Allah e përmend në fillim, për t'ia urujt të qenurit vajzë, motër, jo me qenë me gjini femrore, motër, ama kur të folis kur me pas vlla. Nuk e dia të fol me motrën tonë, me vllavin tan. Jo, motër. Dhe kjo është një mundësi e madhe me fitu kënaqësinë e Allahut, me fitu xhenetin e Allahut që xhelalu. Më kujdes për ta në ushqim, më kujdes për ta në pije, më kujdes për ta në veshmbathje, më kujdes për ta në mjekim dhe në gjëra të tjera të cilat ato kanë nevojë. Dhe ky hadith, ka thënë dietarët, shpjegon dhe vërteton edhe një herë vlerën e kujdesit që e ka vlerën që e ka kujdesi ndaj vajzave edhe ndaj motrave, ushqimi, veshmbathja, tërbija e tyre. Thot, motrat nuk janë në kujdesin e vllaut. Motrat nuk janë përgjegjësi e vllaut. Kështu shëratikisht obligim me pas. Janë përgjegjësi e babës. Baba duhet më kujdes për vajzat e tij. Po në moment ai ka obligim. Po në moment që nuk është baba, përgjegjësia i bie vllaut. Dhe ne kemi thënë që kujdesi apo mirëmbajtja e lidhjeve farafisnore është obligative. Dhe prej personave që është më meritor dhe më i afërt në mirëmbajtje të lidhjeve farafisnore është motra. Pas babës, nanës, bashortës, fëmijëve, janë motra dhe vëllezërit. Dhe për shkak ka ardhur këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo prindi është ignorant, është xahil, nuk kujdeset për fëmijët e vet. I bie përgjegjësia vllaut më kujdes për to. Mi u bë davet atyre, mi thirr rrugën e Allahut, më bësh shkaktar që ta mëzuan. Dhe mi përcjell të burin, duke qenë Allahu i kënaqur edhe në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kaptina tjetër e ka pru hoxha, vlera atij i cili kujdeset për vajzën e tij e cila është e vej, të cilës i ka vdek burri ose është e lant prej burrit. Nga Miqdam bin Ma'di Kalib enhu Sa'ia ka ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të këtë thënë: ma at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqa wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqa wa ma at'amta zawjaka fa huwa laka sadaqa wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqa. Nuk e ushqen ti vetën tënde me një ushqim vetë sa ajo është sadaka për ty. Nuk e ushqen ti fëmijën tënd vetë sa ajo është sadaka për ty. Nuk e ushqen bashortën tënd vetë sa ajo është sadaka për ty. Nuk e ushqen shërbëtorin tënd ose punëtorin tënd vetë sa ajo është sadaka, vetë sa ajo është sadaka për ty. Ka thënë dietarët, nuk shpenzon ti për veten, në ushqim për veten, fëmijën, bashortën, edhe shërbëtorin vetë sa është sadaka, në qoftë se shpreson shpërblimin të Allahut. Pra e ban njetë me hang ushqim që me të forcu trupi me adhuru Allahut. Jo sadaka. Edhe ushqesh, edhe shkruhet si me dhënë sadaka. Kështu edhe me bashortën, kështu edhe me fëmijët, kështu edhe me punëtorët apo me shërbëtorët të cilët ti i ke.
Kaptina tjetër, babu al-waladu mabkhalatun majbanatun. Kaptin, fëmiu, djali, kështu ka ardhur al-waladu, djali është mabkhala edhe majbana. Mabkhala edhe majbana, do të thonë djali bëhet shkaktar që baba mu bë koprat ose mu tut. Që baba mu bë koprat ose mu tut. Nga Aisha radhiyallahu anha tha Abu Bakri radhiyallahu anhu një ditë, wallahi ma ala al-wajhi al-ardi rajulun ahabba ilayya min Umar. Tha Abu Bakri radhiyallahu anhu një ditë, wallahi nuk ka në sipërfaqen e tokës ndonjë njeri që e du më shumë ti se sa Omeri. Falamma kharaja raja'a faqala. Dul, pastaj u kthy. Kayfa halaftu ay bunayya? I ka thënë Aisha radhiyallahu anha, çu betova? Çka thash kur u betova? Fa qultu lahu, i thash, kështu ke thënë. Fa qal a'azzu alayya wal waladu alwata. Ka thënë jo. Omeri është më i afërt për zemrën time. Dhe ka thonë më i dashur, s'ka, dikush që e du më shumë se Omeri. Ka dalë jashtë, u shkëthy. Ka thonë, çu thash? Çu betova? I ka treguar, ka thonë kështu. Ka thonë jo. A'azzu alayya. A'azzu do të thonë më afër zemrës time. Wal waladu alwat. Ama evladi, djali është më i dashur. Djali është më i dashur. Titulli i kaptinës. Ka ardhur nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot innal walada mabkhalatun majbalatun. Djali është mabkhala majbana. يحمل أبويه على البخل والجبن ويدعوهما إلى ذلك فيبخلان بالمال ويجبنان لأجله وانظر النهاية. Çfarë do të thonë kjo? Shpjegimi i hadithit se djali bëhet shkaktar që baba mu bë koprat. Mu bë koprat në pasuri. Edhe mu friksu për shkak djalit vet, për shkak djemve vet. Tha Abu Bakr radhiyallahu anhu u betua se e don Omerin radhiyallahu anhu shumë. Ka thënë tar, cila do bija këtu? Do bija këtu nëse njëri kur e don dikan edhe ndikohet prej tina. Pra, është ndiku prej drejtësisë Omerit, prej imanit Omerit, prej burrisë Omerit radhiyallahu anhu. Edhe pse gjithçka që ka pas Omeri ka pas edhe Abu Bakri bile më tepër. Mirë, po kjo është ndikimi i njëri shoqit prej tjetrit në shoqëritë e mirë. Edhe shoqëritë të keqe ashtu. Falamma kharaja, pastaj dole dhe u kthy, e pyeti Aisha radhiyallahu anha. Ka thënë tortosh dobia se kur njeriu ka mundsi njeriu me botën e gabim, do të më pyet, ç'është thash be? A thash mirë as thash mirë? Ka mundsi më thon diçka, tu më nuk ka thon diçka tjetër. Tu më nuk ai krye ka diçka tjetër, thot diçka tjetër. Shkon pyet, edhe nuk është marrë, më kthye. Edhe çështë ka pas për qëllim atë fjalë, po është e gabimt, nuk është marrë, më kthye. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë bita ademit janë gabimtar, e më i mirë për tyre është ai i cili kthehet, ai i cili pendohet dhe kthehet te Allahu subhanahu wa taala. Aisha radhiyallahu anha i ka tregu Abu Bakr radhiyallahu anhu, pastaj ka thonë Omeri është më i madh, kurse djali është më i dashur, evladi është më i afërt në zemër. Është më i afër për zemrën, më i dashur për zemrën e prindërve. Në hadith tjetër nga Ibn Abi Nu'm thot kam qenë prezent te djali i Omerit radhiyallahu anhu dhe një person e pyeti për gjakun e mushkonjës. E ka pyet për gjakun e mushkonjës. A është i pastër, nuk është i pastër. Faqale mimmen ant, i ka thonë prej ka ije, kjo pyetja s'ka lidhje është me këtë mesela. I ka pyet gjaki i mushkonjës. Bjen një copë gjak, një mushkon këtu, e myt edhe apo copë e gjakit. Varet sa ka pi. Tash çu ki gjak, a i pastër nuk është i pastër. Djali i Omerit i thot
Pikaije. Prej çfarë vendit vjen? Kale min ehli Irak. Tha unë jam prej banorëve të Irakut. Sa kale, tha djali i Omerit. Hundhuru ila hadha. Kishin e këta. Mbyt mua për gjakun e mushkonjës, ato e kanë dhënë gjakun e Husajnit. Mbyt mua për gjakun e mushkonjës, tha ta këto e kanë dhënë gjakun, e kanë vrarë djalin e pejgamberit sa stem. E kanë dëgjuar pejgamberin sa stem duke thonë huma rayhaniyya min ad-dunya. Për Hasan dhe Husajnin janë borziloku i kësaj dunjaje. Janë busulek, borzilok, që vëllai Rami. Ka thënë, pse ka përmend kështu pejgamberi sa? Disa dietar kanë thënë borziloku e ka për qëllim rrezku. Rrezki jam në këtë dunjë. Rrezki i Allahut për mua në këtë dunjë. Do dietar kanë thënë përshtatshmëria e borzilokut në këtë hadith është se fëmijët nuhatën. Kur e merr baba e vladin krah, jashtë që përçafon, jashtë që puth edhe i merr erë, ngihet. Edhe më i bën 50 vjet e vladi, baba i ka 80 vjet, kur ta afrohet trupin afër, i merr erë. Se e ka erën e veçantë e vladi. Edhe me njerëz më kanë ka erën e veçantë. Kështu e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se fëmijët kur të mirën nuhatët në trupin e tyre, prej dashurisë që ka prindi ndaj vladit, thot përshtatshmëria është në borzilokun në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa dhe të kanë thonë الريحان borziloku yutlaku ala rahmati wal rizqi wal rahati. Thot përgjithsohet në gjuhën, kjo fjala rayhan në gjuhën arabe përgjithsohet për në çështjen e rahmetit, mëshirës, në çështjen e rrezkut, në çështjen e rahatllëkit. Dhe krejt ato kanë bën me fëmijë. Kur ta marrësh vladin krah ose ul prehen, gjen njeriu një farë qetësie, një farë rahatllëki, një farë mëshire nga ana Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka thënë ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Dhe prej fakteve të Allahu xhela xhelaluhu është se Allahu për ju ka kriju gratë, që ju të gjeni qetësi të to. Që ju të gjeni qetësi të kjo. Këtu ndalemi te kaptinat që folëm më herët. Që mi bë vajzat tona që nesër të jenë qetësi për burrat e tyre, jo torturë psiqike. Që shndodh në për shtëpitë e muslimanëve sot. Jo veç kur ta mendon që ka më shku te shtëpia burri, me anis me i pregadit arsyetime se ka me fillu komandanti me fol në shtëpi. Jo kështu. Me i pregadit qetësi për burrat e tyre. Këtë problemet që i kanë burrat jashtë, vajzat tona me ja largu ato, me qenë qetësi për burrat e tyre në të ardhmen. Çka tha Allah? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dhe Allahu në mes juve lëshoi dashuri edhe rahmet. Ka në tefsir të dietarëve se rahmeti është për qëllim fëmijët. Rahmeti, mëshira janë për qëllim fëmijët. Ju thon Allah e vlad. Kur ta mirësh vladin prejen ose në krah, e kupton atë mëshirën e Allahut ndaj teje. Edhe begatin madhështore që ka dhënë ty Allahu subhanahu wa taala. Kaptina tjetër mbajtja e të vegjëlve në shpatulla. Mbajtja të vegjëlve në shpatulla. Nga Bera thotë kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Haseni ishte në shpatullat e tij. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba. Selam. Tha o Allah, unë e du Hasenin, duje edhe ti. Pra në këtë hadith vin mesazhe nga ana Allah dhe nga ana pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si duhet të jetë raporti i prindin me fëmijët e vet. Në gjeneratat e mëhershme, dikush e kam
arrit edhe tek prindërit e vet, prej gjeneratave tona, e dikush jo te gjyshrit. Mi për të gjyshrit edhe tutje, ka qenë marrë turp, djali, me marrë në krah, apo në shpatlat e tij, apo me përqafu, apo me e puth fëmijën e vet në prezencë të prindërve të vet. Thasht, të baballarët e tonë dikun ka, tek tjerët, të gjyshrit tanë, për shembull, kanë pas turp me i marrë nanat tona, ose dajallarët tonë, ose hallat apo baballarët tonë, me i qaf, me i puth, me i përgdhel në prezencën e baballarëve të vet. Ka qajt fëmija, i është shterë zani fëmijës, se ka prejkë. Marrë me prejkë për e babas. A kuptoni të farë torture, farë adeti katastrofal. Ka ardhur një nomad në Medinë, edhe ka pa pejgamberi se sen duke i përqafu Hasanin dhe Husejnin. Ka thonë, a i qafni jo? A i përgdhelni jo? Ka thonë për Hasan, çka të bëjnë ana me juve që Allahu a ka shkull mëshirën prej zemrave tuaja? Çfarë të bëjnë ajo? A keni parasysh Allah? Kam dëgjuar prej pleqve. Kam dëgjuar vallahi me vetë mi kam dëgjuar prej pleqve, prej gjeneratave të vjetra, prej pleqve që kur më ka pa mu për shembull ta marr fëmijën tën ose është çel muhabeti për këtë tematika, ka thonë, o ka ndodhur që aty e kum pa vladin tëm duke qajt se kum prek se baba ka qenë prezant, se marrë para mendoj fort tërtuar. Po zemrave ka dash me prek, leti atë muhabet. Zem natyrshmëria njëri ku ta shef vladin tu qajt se nuk veç më kon me shkul Allahu mëshirën prej zemrës. Kanë bo sabër si kanë prek fëmijët. Çat ty e ka lënë. Një saat ka qajt se ka prek. Derisa ka ardhur unë, si ja ka marrë dhe shumë. Kjo më ia shkul Allahu mëshirën njerëzve. Allahu na ruaj prej zemrave të tyre. Lutem Allahun që Allah të na jap sukses në edukimin e vajzave tona dhe djemve tonë. Lutem Allahun që Allah të na jap sukses fillimisht. Të kemi sukses në edukimin e veteve tona dhe bashkëshorteve tona, e pastaj puna me fëmijët është shumë më e lehtë. Është shumë më e lehtë për shkak se nëse dështojmë të e para, ajo e dyta është shumë më e komplikuar. Alhamdulillahi rabbil alamin.